Rritja e vlerës së pronave po shihet si një biznes fitimprurës jo vetëm për Një mbrëmje si gjithë të tjerët, Beqo hago koshka dhe pret që jeta t'i trokas të dera. Por troket televizori. Të huajt po blin prona në Shqipëri, një thirrje nga universi. Dhe Beqo vendosi të bëhet agent ndërkombëtar. Armatosen në një tabel dhe zero plan biznesi, ajo nis të bërë historinë, ose të paktën në një lek. Priste të flitje për metra katror, jo për politik, por s'kishte kthim pas. Dhe pastaj vendosi të provonte mbretërinë e sterlinës. Në Londër, mendoi se do të gjente publik serioz, por njerëzit ishin për topin ja për tapin. U përpoqi me tabela, me kostum dhe improvizim, po hajde tregoja Beqos që shtëpia nuk shitet me improvizim. Ndaj besoi ata profesionistët.